Emisioni Studio Sporti transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në RTS Shkodra ka nisur me një opinion të gazetarit dhe komentatorit sportiv Isuf Myrtaj në lidhje të drejt për drejt me studion për vllazninë superiores në futboll. Besoj se vllaznia nuk erdhi me atë optimizmin, me atë skuadrën pretendente që është e shfaqur për gjatë gjithë këtij kampionati, duke treguar pra që në Daç ndoshta do të ishte e kënaqur edhe me një pikë. Këtë për vetë faktin se në opinionin shkodran, sipas asaj që unë perceptova në startin e kësaj ndeshje, duke sikur ishin dorëzuar përpara atyre mungesave të cilat unë i thash edhe gjatë koment në Radio Tiranë, siç e kam protokollin këtu Gaspar. Një tjetër lidhje drejt për drejt ka ardhur edhe nga Emiratet e Bashkuara me talentin e voleybollit shkodran Anton Qafarena, i cili është pallër fitues i kupës së atjeshme. Kjo është një kupë mjaft e rëndësishme për ligën e këtuhit. Normal, synimet e ekipit ishin për ta fituar këtë kupë, siç janë për të fituar edhe kampionatin. Kishte, domethënë, një vit që nuk e fitoshin këtë kupë, ishte një arritje madhe për ta rikthyer prap te ky klub kupën. Ndërkohë të ftuarit në studio, trajneri i futbollit Fatjon Hasani, kapiteni i voleybollit Nikolin Qafarena, si dhe specialisti i gjykimit Jetmir Podgorica, krahas të tjerave, kanë dhënë opinionet e tyre edhe për futbollin e femrave, lojërat me dorë dhe kombëtarën e Shqipërisë në futboll femra.